Fshati Shkez, vendlinja e tij ka rezervuar një pritje shumë të ngrohtë kandidatit për kryetar bashkie në Vallë Des, Gjokleshi. Një fshat historikisht që voton majtas, këtë herë me sa duket do të votojë në mënyrë unanime kandidatin Gjokleshi. Deputeti i qarkut Shkodër Tom Doshi u ka sjellë në vëmendje banorëve të Shkezit mbështetjen që i dhanë me votë që në vitin 2005 me mbi 80% duke kërkuar që ajo të rritet për Gjokleshin. Akoma kënaqësi më të madhe që ne kemi 2 djemë një zonës. Ja Tronshit, djemt e Tronshit, e të Shkezit dhe të Barbullushit. Fillojmë në vikën ndele gjithkund që jena ton për një dalë, ton për një votë për Gjokleshin dhe mbështetje Tom Doshit. 25 vjetë demokraci, 25 vjetë anë rëtë mla, 25 vjetë dëshirë për ndryshim, asë gjasë pam. 12 vjetë kryetari Nikje, i komunës Zboshatit erdhin këtë fshat 2-3 herë dhe premtej. Zbani asë gjetjet e veshmashtrej. Rajti, genjej, asë gja nuk realizej. Dëshira ma dhe këti popull ashtë, nevoj kena, halëgji jena, me bujësi jetojmë, me bëkteri jetojmë, por gjithmonë kërkojmë një drejt, demokraci dhe vetëm me punë, me djerës dhe me mund. Këtë arrim vetëm me Gjokleshin dhe në mbështetjen e fuqishme të Tom Doshit. Para 10 vjetëve, edhe unë e kam fillu fushatën këtu në Bushat, dhe ju mlatë fitore dhe për ju që jam në parlament. Këto pozita më mduket edhe gjoka sonde. Mu më kanë votu 80%, kështu që gjokën duhet me votu 100%, se di cili është ai burr prej Shkezit që i thotë s'du me allan votën gjokës. Sepse ma rana shpërtes se sa për gjokët. Jo vetëm Shkezi, po gjithë komuna Bushatit, kudo që unë kam pas kontakte dhe jashtë zonës, më pështesin gjokën. Unë gjithmonë kam kenë me ju. Por ju më keni votu të majtë të gjatë në 2005, por si kësaj rallë s'ka nëllë asë kërku në Shqipni, që të bashkohen të majtë të gjatë me mbështet kandidatin Gjokleshi. Unë jo kam thënë edhe takimet që këna pas në zonën e Vadejs, e kam thënë ai që mbështet Gjokleshin, unë nuk mund të thëmë sa është ba socialist. Si që ta zotnia këtu, unë jam demokrat, por mbështet është shumë e rëndësishme individi. Sepse kësë mere gjanvesh, kur ishin nimat, e dini shumë mirë, erdhë Lermeta në edhja 2 ditë të në zonë. Edhe qysh atërë randash një bashkë. Të që thënë të nxerim zefin në siglin e PD-s, po me mbështetjen e LSI-s. Se deklaroj jo kandidatja LSI-s në Shkodër, për e 2 netve, është përjashtu, tha si me thanë për grupit, nuk e tha krejt, po se sa shta që mensh me munohet dhe me diplomaci me fol, për me majtë fjallën, tha mu Edi Rama. Se dje që unë, po t'isha në pozita që kam kenë, ajo kandidatë për Shkodën, kandidat do t'ishte i PS-s, jo LSI-s. Treshin na vjen i Lermeta natën Velipoj, nuk vjen ditën ma, se e din se po ditën, si shfillojnë fillim të më fushat, e di që socialistat nuk i shkojnë mrapën. Tesh ka thot është e PS-s, po vjen natën Velipoj e i thret, her Zefin, her Ketin, thot qa duhet me ban për ju që me fitu. Se sfidën e kanë me mu të shi, nuk e kanë me as me Gjokën, as me socialistat, as me demokrat. Pra, dihet që fitoria Gjokleshit është fitoria jeme, po është edhe fitoria juj. Po sfidën e kanë me mu ma. Tash na kena tanë poplin me vedi, tanë rinin. I kishe thanë një deputet Gjokës, i ka thanë, po mirë, i ka thanë, mos ke prish punë që jetë po të mbështet të mdoshi, i ka thanë, se është i përjashtun për i grupit. I ka thanë, ka kenë lulli djenë të në Bushat, u mënume me gjithë një djallë 3 që i shkonë mrapa, nësë kishtë asë një. Tanë janë ba me ne. Ka si halëgjish që i shkojnë me lyp punat që dalin të Isaja, kishin marrë vesh që vjen lulli, njerës s'kishin, qunë furgonat i mushën, i thanë, le fut një matrapi këtu, ka 10.000 lek, e vrap në Bushat. Të që imaginoni ku i ka shku halli Lulushit,
e Zefit e Ilirit që janë tanë bashkë në këtë betejë. Ta marrin vesh Shkodra tanë Shqipnia se si kanë arrit më u bashku të majtë të djathë për me mështet një kandidat si Gjokleshi. Gjokleshin e preshin shumë punë. Ne kemi parë gjithë zonën duke filluar nga komuna e Temalit, e Shlakut, e Vignels, e Hajmelit, e Bushatit edhe Bashkisë Vavdens. Probleme ka sa dush. Gjokleshi nuk do punojnë për vete si ka punu kandidati tjetër, po këtë do punojnë për njerëzit, do punojnë për qytetarin. Ai çdo takim e kam vore si ban thot vetëm në shërbim qytetarit. Unë që kam pa unë e ka kënë vetëm në shërbim vetvetes, e në shërbim pushtetarëve, e në shërbim deputetëve, qoftë majtas, qoftë djathas. U ka shërbim si maj miri. Bile sot isha në prefektur me konfirmu i venim, edhe më tha, si duket situata, më tha një punojës aty. I tha që na të fitu. Jena, unë këzojëm shumë, thanë qofë se fitën Gjoklesh, i tha se ajës nuk nga kalon, tha me punu ashtu në prefekturë. Merre me men, të ju ba presion edhe punojës e prefekturës. Se në prefekturë ju e dini se e ka LSI-a prefekturën, edhe 80 o 90 ose 99% punojësve janë të LSI-s. Pra nej Zefi e ka derën hapën aty, tini të sigur të ju. Edhe unë e garantova si do humin si në herë njetën e vetë, nuk e ka pa atë humje si e ka zotnia Nike. Tu në shatin tem të linjes, edhe kjo është shkolla fillore, ku unë kam kënë nxënës, dhe mu më vjen keq që është në këtë gjendje të mjerueshme. Ka probleme serioze në ujnë e pishun, si që dini ka vetëm një 2-3 orë, realisht me e krahasu me katunë e tjera të mirëboll që ka 2 orë, për katunë e tjera se ka asnjë sekond ujtë pishë. Tu problem kena lam fieldin, është një problem serioz, e kena denoncu disa herë, sepse është bërë një projekt që nuk ka zbatu, dhe është kthy në një gangren për zonën tonë. Ne gjatë fushat që kena ba, deputeti Tom Doshi nga ka afru që të nga blej një eskavator. Mu më ka ngarku me ble makineri veçkarkuse, sepse je marrë thot t'i gjok me mjetet e transportit, dhe unë do t'a baj. Do t'blejme edhe disa pajisit tjera makinerie, për arsy të vetme që mos të kërsasim në dyert e institucioni shtetënor, por të fillojmë të punojmë qysh ditën e parë. Do punojmë kapacitet plot për pastrimin e kanaleve Vadic, për pastrimin e kanaleve Kullus, dhe për ujnë e pishëm se në disa vende kena mundësi edhe pa shpenzimi që t'ja sjellim qytetarëve ujnë e pishëm, sidomos për qytetarët e Laçit Vavdesit. Do të ndërhyjmë shumë shpejt në gjitha rrugët e fshatit. Ne realisht nuk do të thejmë sot që të bëjmë asfalt, por me mjetet tona që do të blejmë, do të vazhdojnë puna që njerëzit të qarkullojnë lirshëm dhe pa probleme. Dhe një gjë që nguli kam deputeti, më tha Gjoktha, në buxhetin e Bashkisë së Vavdensit do të lehet një pjesë për naftë, për zitoristat që të shërbejnë qytetarëve që s'kan mundësi, fshatarëve më saktë, që s'kan mundësi për me punu tokën. Kjo do të thotë, çka do të thotë, në 4 cepet e territorit të jurisdiksionit Bashkisë Vavdensit, toka do të punohet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në 4 cepet e Bashkisë së Vavdensit, toka do vaditet. Gjithashtu, tokë do të kullohen. Kështu që me këtë mbështetje që nga bën deputeti jonë, me këtë administrat që kam unë sot në mbështetje, dhe me mbështetjen e madhe që kam për jush, jam i bindur që për 4 vjet do të bëjmë punë të mira. Unë e njoh me kohë këtë fshat, arbasionit majtës, si tradit, e besoj se kësaj radhë do të te kalojnë, ma shumë sa si herë, votat për zotin Gjokleshi. Tu kam miqë, shoke dashamira sa dush, që kena marrëdhënie të mira dhe hyrje dale, do punojmë së bashku në tanë zonën.
e bajthire ku të kenë miqë shok në për zonë, punojnë shumë shkezjanë. Se janë popull punëtor, popull që i fitojnë me djersën e tyre. Votat që japin Gjokleshit. I herë më bëha qefi shumë për këtë pjesëmarrje masive në këtë takim, por unë duhet të them se është nëjërë, krenari për ne, për këtë fshat vogël, që Partia Socialiste në sugjerimin pa tjetër të deputetit Tom Doshi, biri tonë kësaj zone që na zgjedh gjithmonë pranë, ka zgjallë Gjokleshin si të parin në listën e kandidatëve për kryetar bashkijet. Në këtë zonë, ka që të madhe. Është krenari. Dhe tha me bindje se është ditë me bë një zgjedhje që nga ana tradicionale, nga një familje me traditje patriotike, besnikërijet, respektit, dashurijet dhe mirëkuptimit me gjithë fshatin. Është gjetë njeriu punëtor që nuk rrjedh as nga kulisat, as nga veprimet mafioze, por rrjedh në një biznes super të nërshëm, që ka arrit vetëm me djersën e vetë, me pasat rezultat që i ka deri sot. Këtë shembull që ka dhënë kënë punën e vetë, do t'a japim, besoj, edhe në punën për gjithë komunitetin e zonës tonë. Dhe këtu kam besim shumë të madh. Se një njeri që jam mësu me punu dhe me ndërtu gjithë jetën e vetë me punë, do të ndërtojnë edhe jetën e tonë komunitetit bazuar në punë në ato që tha edhe zoti Gjok ose shoku jonë. Jo. I thot një fjale vjetër popullit, thot fshati që duke s'do kalluz. Na Gjokën s'kena pse me diskutu se Gjoka është i joni. 3 veti kryesore që i kam pa unë të Gjoka janë shumë të mira. I herë dalim racor s'ka, dalim fetar s'ka, dalim krahinor nuk ka. I ta 3 veti i kam vrejt të Tom Doshi. Mark Zhuri i ka thonë shumë mirë, super deputet. Unë kisha një emën tjetër, njoh ka herë Tom Doshin, unë kisha me thonë kryeministri i Veriut Shqipërisë. Sepse, unë njife me Tom Doshin, edhe më kalon mresa jashtë zakonisht të mira. Por, edhe populli shkjezit i to, e ka një mu Tom Doshi. Edhe këtë popull, krejt. Qohet një njeri në gjithë komunën e ish Bushatit, dikur të thojnë që i kam shku në derë Tom Doshit, s'ma ka kry një nderë, nuk ma shgjet afer, ose nuk më ka një mu. Nuk do me livdu. Unë e marë si kusash këtu, po kam respekt jashtë zakonshëm. Kurse për Gjokën, unë ja uroj vetëm fitoren. Vetëm fitoren me një staf të ri. Me një staf të ri të mirë të shkollum, me një staf të nërshëm, me një staf që me gjithmen i ti popull, ja manë fjallën. Dhe gjithë këtë popull, edhe krejt fshatrat, nuk kanë mu shgënjy me Gjokleshin. Unë e njoh qysh në qysh. Nuk kanë mu shgënjy. Eshtë njëri, shumë, më ka thoni njëri, një ditë, shumë demokrat. I rashtë tha Ziles, vetëm i fije, urnatha, Gjokleshi jam. Bjeri i Ziles, kryetarit komunës, sa dush. Duhen një 3 karta. E nuk del kush, qa ke, pse erdhe, qa hallit ke. Jo uroj fitoren Gjokleshit edhe shpejt qilcat e kryetarit bashkisë Vaudenjës. Për kryetarin e bashkisë, shokun Gjokleshi, ky është një djalë shumë i mirë, një familje e shkëlqyer dhe prandaj ky nuk ka një dallim. Jo të njëri, jo të tjetri. Unë jam kënë shumë herë në zyrën e kryetarit komunës, por për zotin nuk ma ka hapë edhe derën. Ma ka hapë derën dhe ka pas me kartë me himren. Edhe nuk ma ka hapë derën. Që është ju i kam thonë, a ka bava ki, unë kryeministri jam kënë. Unë nuk pava kun me kartë me hi, e jam kënë ministri të drejtësisë, vetëm s'pava kartë, vetëm të ti. Prandaj tha, na nuk e kena ban, tha, po kena ban, tha, për administratën.
Po mirë administratë, po na populli thash, ku do të rrim? Ku do të takohna? Kur t'jen dita, tha. Këna shku kërë në dita, nuk e këna taku. Prandaj, ajna ka pa premtimet moana për ne si pushat sa herë 2-3 mandate. Doje bëj të apite tokave, doje pastori kanale, doje 1 kilometër e gjysë rrugë nga ka shtëru të mandate. Prandaj na, sot na do t'jena pranë Gjokleshi. Dhe çdo shkezion, dhe çdo misi, edhe tonë ky popull që është, do të punojnë për Gjokleshin, për të ardhmen tonë. Se është një familja mirë, dhe respektin më atë madh e kena për deputetin tonë Tom Doshi. Prandaj është deputet respektuar për ne, unë demokrat jam. Por unë kam qef me fitu një person që nuk ka dallime partish. Dhe Gjokleshi për ne është. Prandaj unë uroj suksese. Ndoshta jam pak i tensionuar sepse kam pa një deklarat skuadrës Pilafit, se kështu i thamun atyne. Dhe rrugës mua e lajmë shumë të keq. I pas kanë hek ato 2 shek të batanijet ka edhe atje. Po inshallah i ka rujt atë të shtëpia plesve se i duhet, mi akomoduat skuadrën e vet, sa ato për një punë tjetër sen vetëm shtrejnë kocat. Atëherë, unë jam kryetari i komunës së Emelit në detyrë, dhe çdo pozicion që t'jem jetën time do t'jem pranë atij komuniteti, sepse deri sot unë kam pas shokë miq e dashamirë. Por realisht, ma dashamirën tonë më ka dalë Tom Doshi. I kam thënë Tom, nuk ta jap votën, ngeni mu boll, më tana format për të marrë zot, po nuk ta jap votën. Kështu që nuk e di se kush është demokrati. A është ai Zef Mardoda, e me shok, se s'do më jap përmend emrat, apo në tjetër. Metet dhe Llomi, mesin, unë lëvizi. Prandaj, unë e besoj se jam drejtimin e duhur. Metet e partisë më di kanë metet e ku janë. Aty të rrinë se s'na duhen gjë. Unë të roj për fitoren zotni Gjokleshi. Unë jam Franga Kolla, kryetare e forumit të gruas Bashkisë Vavdenjës. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për gjithë këtë mbështetje të madhe që jepni ju birit tuaj, zotit Gjokleshi. Për mua është hera parë se vinë këtë vend kaq të mrekullueshëm. Dhe në këtë vend ku ka lindur dhe është rritur dhe po jeton zoti Gjokleshi, kryetari i ri i Bashkisë Madhe Vavdenjës. Unë vi këtu me një mesazh nga gratë e Bashkisë Vavdenjës që japin mbështetje totale dhe vota të gjithë me drejtimin e duhur për Gjokleshin. Fitore, fitore, urojmë fitore bashkë me zotin deputet Tom Doshi. Populli i fshatit Qnjes që nga data 27 korrik 1993 dhe deri më sot strukturat e PD-s dhe pushtetarët e PD-s në Boshat, Shkodër dhe Tiranë janë sjellë siç është sjellë historikisht Serbia me Kosovën. I gjithë populli i Shqesit që e njeh veten, shqezian, Zefils nuk duhet të jepet asnjë vot. Zefila, Ramiz Çoba, Voldana Ademi, Gjokul Deda, Genç Ruli, e tjerë, jam i gatshëm dhe i hapur dhe ju bëj thirrje të përballen në çdo media televizive, lokale dhe kombëtare. Njerëzit e PD-s dhe të Zefilës kanë të drejtë të marrin policin në përkam dhe të marrin në mbrojtje të gjithë deputetët e PD-s. Takimi në fshatin Shkezë është një tjetër shprehje mbështetjes maksimale për kandidatin Gjokleshi, por edhe braktisjes tashmë publike në të gjitha tubimet të kandidatit tjetër për Bashkinë e Re të Vaudesit.